çuditshme Gulagut, sidoqoftë me që jemi te ndjekja e aktualitetit, patjetër që ka tërhequr vëmendjen e opinionit publik dhe të mediave portreti Martin Canit, zoti Aliti. A ishte një përpjekje e dëshpëruar e artistit për ta lënë për ta risjellën vëmendjen, për ta lënë në hapësirën e kujtesës kolektive? Shiko, unë do t'ja them fiks siç ka ndodhur ngjarja. Unë kisha një ekspozit me studentët në Belsh, edhe gjithë Universiteti i Arteve po shpërngulej atje për 2-3 ditë. Dhe marr një telefonat nga një oficer policie, goxha djalë dashamirës së artit, dhe më thot, nuk e di pse do kisha dëshirë të bëj një portret Martin Canin. Dhe sigurisht ta ka dhënë një polic i dën. Po, është interesant. Polic, ai është oficer policie dhe më i rëndësishëm se kaq, po ndoshta unë u shpreha gabim. Nuk thash që polic rrugohet. Jo, edhe mundet, s'ka si gjë të keq. Dhe në fakt fola me redaktoren Gladiola Bilbilën dhe i thash, a ka mundësi të më sjellësh kamerat për në Belës, aty e bëj emisionin për hir të vërtetës. Fola me një student të shkëlqyer të Universitetit të Arteve dhe ajo ishte prova në thonjza dhe pa thonjza se si ai do të organizonte gjendën, dhe i thash që dua 5 student, nuk ka rëndësi të jenë të ekselencë, por mjafton të jenë meshkuj, sepse emisioni im është që unë të ftoj ty dhe ndërkohë që bisedohet, që të kam ftuar në fakt për emision po s'ka ardhur radha se kemi parë regjistrim e gjithë këtë, kështu që nga shtatori mbas zgjedhjeve me kismet, shumë saktë. Dhe i thash që duhet 5 student, cilët nga 10 minuta secili, por atë ditë duhet të quhen Martin Can. Dhe në fakt ka shkuar shkëlqyeshëm gjithë emision. Për të vërtetës, studentët kanë qenë me ndjeshmëri maksimale, pranuan të ishin prestanome. Pra që të quheshin Martin Can në moment, të shprehnin pikërisht gjitha të shqetësimin e tyre, dhe ka qenë një emision për hir të vërtetës ku mua shpirtërisht më qetëson, dhe atë natë që erdhën prindrit e Martinit, më thanë që do bëjnë një muze simbolik tek shtëpia e tyre ku unë do t'ia dhuroj portretin, por nuk përshkruhet tronditja që kam mësuar për hir të vërtetës, sepse djali i vogël më thoshte që kanë qenë diku në një kurs futbolli bask etj. Dhe vërtet ajo që më mbaj mend është me shoqe duke na bërë foto, dridhje dhe për lote, e them seriozisht që nuk e di, por e ka pa familja? Familja ishte pra në ekspozit. Erdha në ekspozit dhe me shoqe bënte fotografi. Ishte familja në ekspozit? Po, edhe jati dhe jema, para portretit, dhe me shoqe na bënte foto dhe dridhe i gjitha. Dhe nuk e di, e pa ngush ishte aty, po vetëm familja ishte, asnjë tjetër. Pra politikan, kështu që unë i kisha ftuar në emision, s'kishte në ekspozit atë ditë. Edhe media, se ishte kjo takimi Ramës tek Pallati i Kulturës. Që shere parë që unë kisha 0 media, por se ishte edhe ky, domethënë si kështu që me që atë ditë, zakonisht ne duhet të jemi të kujdesshëm kur bëjmë ekspozita që mos kemi përplasje. Po unë kam shumë qejf të përplasje, i vtes, kam shumë dëshirë. Dhe po të vësh re të gjitha aktivitetet që kemi bërë. Do kishim qenë, dëgjoj, këtu ka shumë përplasje politike, po a nuk mendon si ke pasur taksistët që ëndërrojnë të jenë gjithë kryeministët 6 muaj dhe premtojnë që do të thonë, si ka mundësi. Është interesante. Sidomos ata. Po jo vetëm këtu, edhe në Greqi, edhe kudo. Taksisti pra, taksisti është universal. Po, dhe janë shumë të mençur. Tani pyetja ime. 6 muaj pasi kanë... Po 6 muaj duan ata të rregullojnë trafikun. Bërë të njëjtat gabime. Jo, çështja është, ku do dilja me këtë alegorinë e taksistit. A do ishim në një vend më i mirë nëse të gjithë artistët nuk doja përtonin përplasjes? Po, patjetër. As të bëhet fjalë. Jo vendi mirë, por normalisht gjithë populli nëse abandononte zgjedhjet do ishte një mrekulli fare. Ja, kaloi artistin utopinë vet. Po si po utopi, mos se u bë ka ndryshëm. Po më një herë të ndodhi, Një. Ora nuk e kam, unë flas edhe për Ramën artist, mendo Rama mos votoj. Shkruaj vepër. Nuk duhet shumë si artist. Po është më artist, është artist.